që ky Po, është e sigurt. Nga jashtë, çfarë përgjigje jepni juve? Ndërkohë, është e sigurt se jemi tërë në kopësht. Shqyr që kisha fëmijën tjetër që një javë, se janë binjek, janë në njëjtin vend, edhe shqyr lut zotit që nuk ishte, që do hante edhe lijen, do bënte koktej sëmundjesh, edhe këtë salmonellë. Edhe të paktën fëmia tjetër nuk është mur, po t'ishte ata arrin njëri me tjetrën dhe hanë në një sanë, dhe po t'ishte që fëmia do ta sillen në shtëpi, unë kam 2 fëmijë të tjerë të vegjël në shtëpi. Masat që janë marrë nga autoritetet, kanë kontaktuar me ju dhe çfarë masash kanë? Kanë bërë, domethënë masi u përhap, pastaj filluan televizin, por gjithsesi vonohen këto disinfektime kanë parë që bëjnë ande në spitale. Përgjigje analizë vetëm unë kam marrë me të insistuar, për shkak se më duhesh edhe për mjekimin, çfarë mjekimi do bëja. Unë për vete kam marrë. Sot i morën tërë. Çfarë dyshoni tek pra çfarë ka ndodhur ushqimi i cili ka qenë i kontaminuar sipas jush? Burimet jo zyrtare që kemi nga ushqimet. Unë atë kërkojmë që konsumuar së fundmi fëmia juaj nga edukatorët nuse thotë që supën ka konsumuar, për shembull supën e pulës. Ata kanë pasur ndjen. Pastaj nuk kam informacion më zyrtar. Ka pasur nga institucionet këshillime se si do duhet silleni ju në raste të tilla, pra nuk jam shumë i informuar, nuk jam shumë i qartë, e kam dhe këtë terë, për shembull, çfarë duhet bëj me fëmijën tani. Domethënë e kam trequr, biles më është ndaluar që se duke qenë smundje ngjitse, më është ndaluar për shembull që ta çoj në pavion, se mund përhapet. Po e mjekoj në shtëpi. Faleminderit. Një sekond, zotëria, prit, një sekond se do marrim ato mikrofonat. Pak, lutem dhe mos ikni se ne po ju ndihmë. Po ju mos ikni mbrapa për Po nuk kemi eksperiencë nga këto aferi, ne që hapën punë tonë. Juve gjithashtu keni një fëmijë që ka dalë pozitiv apo? Po. Djali afro pak më përpara, se ne afro dhe pak. Kam një fëmijë që ka dalë pozitiv. Përgjigjen e kam marrë dje pas disa sherreve te kopshti, nga kopshti tek infektivi aty. S'na jepnin përgjigje duke thënë që s'ka dalë akoma përgjigja, e kishin për ta marrë që të shtunën para dite, nuk e morëm. Edhe dje me gjitha i debat që bëm me zi e mora, sepse thoshin që nuk jepet kështu, duhet jepet në mënyrë zyrtare. Pastaj nga ana e këtyre ne nuk kemi para asnjë gjë, sepse me sa kemi dëgjuar ne kjo është një smundje ngjitse, dhe përdesa është një smundje ngjitse duhet kishte një dikush, të paktën nga infektivi nga spitali që na orientonte, na thoshte që kjo duhen këto masa të mera, se ne kemi edhe njerëz të tjerë në shtëpi, nuk kemi vetëm me një fëmijë dhe që kështu fare asnjë gjë zyrtare, as na kanë pyetur që si është fëmia. Jo, fare, or nuk ka ardhur njëri fare në shtëpi. Nuk ose më ka marrë njëri në telefon fare. Mjekimet ka marrë një mjekim duke folur me një doktoresh këtu, pa i përmendur emrin, më ka dhënë një mjekim, atë e ka marrë me lekët e mia, por kjo nuk varet kështu, sepse po të kishte një përkushtim nga shteti, do ishte kështu se ti shkon dhe e merr një recetë. Pa përjashtim asnjë gjë, dhe kjo recetë kushton diçka, një rob se ka mundsinë. Shteti ku është? S'është fare, 6 sekundi. Dhe diçka, është çështje sensitive, shohim shumë pak prindër, edhe pse ishte një protestë. Po sepse shumica e këtyre me sa kanë folur se ne jemi këtu Grëmshak dhe i njohim që të gjithë. Si pjesën e anës zyrtare, edhe njerëzit e thjeshtë, edhe familjarët që kanë fëmijët aty, por me sa shoh unë këtu kanë frikë se mo ikin nga një vend pune, por para fëmijës mua nuk më intereson asnjë gjë fare. Çfarë kërkoni ju si prindër? Po ne kërkojmë që të zbardhet e drejta dhe të zbardhet e drejta e kësaj, ne nuk duam asnjë gjë, s'duam as përfitojmë asnjë gjë, edhe për mendimin tim, me sa kemi dëgjuar, ky është një tendër online që i është dhënë një kompani jashtë qytetit tonë. Ne unë për veten time s'jam fare dakord, duhet ka shumë biznese të mirë fillta këtu dhe plotësisht që mund ta bëjnë këtë punë 1000 herë më mirë se ai. Edhe ne e njohim dhe s'ka pse të dalin jashtë bashkie kjo gjë. Faleminderit. Edhe dikush Prit, një sekond t'i kalojnë. Tuk. Edhe tjetri. Vetëm afro pak më këtej djalë. Një për prindërit e fëmijëve të prekur.
Si ndjeni sa të shqetësuar keni qenë këtë ditë dhe çfarë masi? Ne kemi qenë shumë të shqetësuar se fëmia im ka qenë martën. Fëmia ime ka qenë martën që është i infektuar. Fal mjekës, u ka marrë për vete, jo për ty. Fal mjekës që në dha ilaçin dhe është mjekuar, tani është disi më mirë, po prapë dhimbjet vazhdojnë, ka rënë temperatura, po dhimbjet e barkut vazhdojnë akoma, dhe nuk e dim sa do zgjasi. Çfarë kanë thënë? Po do vazhdojnë me mjekimin, pastaj më vonë do ripërsëritim edhe një herë analizat. Juve si do dalë. Besoj që e keni parë kopshtin nga afër, më herët, ta keni pasur hije dyshimi për mënyrën për ushqimin që vinte, ja keni testuar institucioneve? Kopshtin për këtë pjesë nuk kemi folur, po ato janë organet kompetente që duhet kontrollojnë ato gjëra. Nuk kemi ne jemi thjesht. Jo, nuk jam i sigurt për ta çuar fëmijën po prapë atje në atë kopsht. Se ajo më ndodhi prapë nesër. Okej, tjetër. Për këtë gjë. Mirë, shumë mirë. Kaloja tjetër kur do të thasë se pse se ke këto. Zonja me fëmijë, zonja ju jeni me fëmijë, keni kopësht? Po, afrona thuajti. Prit. Këtu, lutem. Jo, fëmin. Nuk do dali fëmija, do ma japësh? Nuk do ja i. Eja? Dil tu zemë. Një moment. Ligo, vendose? Prit, Ligo. Zonja, të lutem, mund të dalësh pak këtu? Është i prekur? Po, është i konfirmuar me salmonelën. Unë njoftimin e mora nga edukatorja e kopshtit të Hanën, e cili fëmija ju shfaqet temperaturë, të Hanën në drejkë e ka marrë, dhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje barku, stomaku, diare, temperatura i zgjati 3-4 ditë, kurse tani jo. Ka qenë autoritetet janë interesuar për analiza, për dezinfektime? Për dezinfektime unë kam marrë vesh që janë bërë edhe në kopësh edhe në spital. Falenderoj shumë doktoreshën, e cila na ka qëndruar korrekte gjatë gjithë kohës edhe në telefon edhe në spital me çdo gjë. Ju keni fëmijë të tjerë, druheni për hapjes? Po, kam edhe një gocë. Kemi çuar dhe analiza dhe presim edhe përgjigje. Ka shfaqur simptoma? Jo. Goca e madhe jo, nuk ka shfaqur simptoma deri tani. Çfarë dini ju dhe se si do duhet mbrojeni nga salmonela teksa keni një rast konfirmuar në shtëpi? Salmonela tani domethënë ne jemi të kujdesshëm. Në fillim nuk e dinim sepse unë të Hënën mora vesh domethënë që ishte me temperaturë dhe të martën e kam çuar për vizitë, por doktoresha normalisht që nuk kishim në dieni dhe më dha diagnozën si virozë e stinës. E kam kuruar me medikamentet për viroz, kurse më vonë të ejten, ka marrë vesh domethënë që kishte dalë me salmonellë. Si prindet fare? Sot normalisht unë si familje po bëjmë 8 ditë që jemi trembur, jemi normalisht domethënë në gjendje ankthi, shoku dhe normalisht jemi goxhat e trembur. Si do veproni? Por, kërkoj që të paktën tek fëmia im, sepse ne çojmë që nga mëngjesi dhe deri në orën 3:30 e lem në kopësht, por po flas për rastin tim. Kërkoj siguri, të paktën për ushqimin që fëmia konsumon atje duhet të jetë i sigurt. Faleminderit. Okej, faleminderit. Faleminderit juve. Prit të marrim pak mikrofonat. Ani ku të thasë se jam mjaftueshëm besoj pas Mirë, ne jemi gjithmonë me këtë protest që po zhvillohet në qytetin e Gramshit, nderuar shikues, për atë çka ka ndodhur me fëmijët e infektuar me salmonellë. Janë prindër të ndryshëm që komunikojnë dhe japin deklaratat e tyre për median. Shumë prej tyre kanë frikë për t'i kthyer fëmijët përsëri në kopsht, ndërkohë që presim një tjetër prind që të flasë, po e ndjekim. Falenderoj të gjithë juve media për këtë ngjarje për ne qytetin tonë është shumë e madhe, por besoj do t'jetë dhe për Shqipërinë, se mbi fëmijën njerëzit nuk do të vënë asnjë gjë.